trashëgimi, quhen ka herë edhe njerëz jashtë mode, njerëz jashtë kohe, si spjegohet. Po, duhet të jep një unë mend që jam nga fshati Petronin Luarasit, e kupton që na la ne kolonjarve pa shkollë, se ta e bëjnë vetë, dhe vati apin e korçe, kupton. Petronini, kështu është, dhe vati apin shkollën Shqipe. Baba im ka që... Edhe ti, nga Erseka edhe bre humorën në stratë të Lutëm. Një polici thjesht. Jo, po çfarë ndodh, lutem. Po çfarë ndodh, di unë çfarë ndodh. Pse e kanë kap këta njerëz në dorë këtë vend? Ku janë idealistët? Ku janë njerëzit që kanë i trashëgimi? Ku janë njerëzit që kanë një ëndër? Ku janë njerëzit që vërtet duan që të bëjë diçka në këtë vend? Ku janë? A kemi folur për elektoratin grik, ata janë, ata s'as flasin as bëjnë. Me fjalë ata do lull gjithë Po besoj që Eh? tallavaja mediatike, zhurma mediatike, portalet, jobat, çantazhet, fryma negative që ka shumë shqetësim blendi, kanë bërë që njerëzit të lodhen dhe të bien thonë, tani. Dhe kjo politika pastaj në formatin e saj më të keq që vazhdon prej 30 vjetësh, në të njëjtën formë, në të njëjtën mënyrë të lodhshme, të pështirë, me sharje, me akuza, me sherrë, me rrahje, me dhunë. Tani imagjino ti ta kesh fëmijën, ti je emigrant, ta kesh fëmijën në Gjermani, 10 vjeç, dhe ta shikoj çuni im atje në televizor, po ata to edhe flakadan në parlament. Po pse tha do ikim në Shqipëri neve me pushime, tha ata po vrihen. Elvi,